vlla. Ka humbë një mace këtu në fresk. Po vlla? Po edhe ka mu këtë ecë na çmendi ka këmbë. Çka ka kjo dreq? Edhe më tha një djalë që është e jot jam duke se e kisha hedhë njoftim të një poste dhe tash. Po mace ima, po. Po. Ku je, vlla, çfarë vendi je? Unë për momentin jam në Stir. Po çfarë mace është vlla? Ku dëgjon si pillërofshën to. Si fiz. Rac. Vai se pagar um pano, vai. Ka me lotë shia e raftë e legjenda këto çunat e mirë me rëp shpije. Ke shef me fol shumë me njerëz, por as shajna si gjë gallata, batuta. Çalloj mas. O, me ku fare. O, çuna, bëni pak like, mor, por veç bëni like edhe share, like edhe share. O Tech Pro Records. Ku e o Tech Proja? O studia me fort në qarkullim. Alo. Qa bën? Mirë, vëte. Mirë. Kush jeni? Jam vllai Denisit. A dhe gjitje? Si? A dhe gjitje? Ta. Për çaj ke gjujt Denisit, vllai, si është puna? Kode. Të lumt kari, mirë e ka bë, varikarsit. Lumt kari, a i ke gjujt kos? Që na mekën. Ky njeri pas ka prish lavatriç. Alo. O Eno, si kalove, vë? Mirë, si ja. Mirë. Tashim, ka thënë Afrimi vllai për lavatriçën, aty çai keni bërë lavatriçës? Qa lavatrice? A keni të shtëpia ku jeni? Të ku shpilla? O vlla, të shtëpia me qera ku po jetoni? Po. Çai a keni prish lavatriçën? Jo, qa lavatrice? Lavatriçe vlla, është në punë lavatriçja. Po, është. A je sigurt? Po, ja. Vlla, nëse keni marrë shtëpinë për ta shkatruar, merrni plaçka, dilni jashtë. O, po thuhet, po marrë vesh. Lutem, djali dashur, se ta ka të shtëpi e kam ngrit me mund me djers, nëse keni shku te shtëpia ime për metal bythën, merrni plaçkat dhe jashtë. Ora, vlla, qa Afrimi thuhet, po të marrë O vesh. vlla, Afrimi shtëpis me qera, kush si e ka emrin ky që të ka dhënë shtëpinë? A jam Afrimi? Jo, s'është Afrimi, vlla. O vlla, të lutem, po ta them. Okej, a je te shtëpia për momentin?
Jo, s'jam të shkja. Okej, shkom pak shtëpi dhe ma dërgo pak foto lavatricën dhe një video. Se më duhet, po tashi për 10 minuta se më duhet me dërgu videon. Se po na marrin njerëzit në telefon, zirri që raxhit jashtë, unë ju kam marrë për çunat mirë, ju kam respektu, ju kam fut mrena. Ashtu, ha? Po. Mirë. Lutem për 10 minuta ma dërgo pak video. Okej. Ha. Më mekën I qërë. Ua, me lot. O vlla, ma shkruaj veç numrin ti që më ke shkruajt numrin këtu në telefon. O me ka sot vdiqet. Kjo do jetë me lot, kjo që do hapi këtë është jesh legjend. E bëni pak like. O çuna, please, më shkoni çoni 100.000 like më burr. Bëni pak like gjithë. Hamër burr, please, bëni pak like gjithë dhe ma bëni gjithë follow kush nuk ka follow. Gjithë, se s'njifen like-et kur s'ke follow. Alo. Si kalove? Mirë. Si e bë? Mirë. Lutem. Mund të marrësh pak dokumentet e lokalit nesër dhe të paraqitesh te rajoni? Ja këus? Po të ndjek raj për resa. Ja qim sharap, tha njeri mere dhe se shet pjesë ka du. Ik va të rujtë zoti. Qim sharap. Si e ka emrin ky vllai me kod dokumentet e makinës? Alo, Kjo bëmë. si kalove vlla? Mirë, faleminderit. Jam ai djali që ndaluam dje me patrullë. Qa do të bësh për këto letrat e këto? A do me ardhë me I marë po, jashtë komisariatit se t'i mbajt të dhënat shnime, po do me vazhdu si çështje. Po ta them për të mirën tate se mu duket çuni mirë. Si më falë? Po ta them për të mirën tate, nëse do me ardhë me I marë dokumentat, vlla jam sot në shërbim deri në orën 7 mëngjesit, edhe t'i mbajt atë dhënat dje, se nuk mund
bëja dot as i veprim se isha me kolegët. Para se me i çu dosin në komisariat, që të shkosh ti marrësh atje dhe të paguash masat administrative e këto, nëse do mund të vish ti marrësh sot dokumentat se i kam unë në xhep, por nga që të majta të dhënat, edhe të gjeta numrin dhe po telefonoj. E ku në që veni edhe? Për momentin unë jam te Casa Italia. Te Casa Italia? Po. Ku në kja? Ku ta shpjegoj më vlloj? Qa zonë rriti? Po në të është, jam rrinë një të të lërë. Ku ta shpjegoj unë ty? A i di Bolvin? Po, te Bolvi, vlla. Nëse do në ardhë me i marë, duhet na lësh i kafe për respekt se ne kena bësh mos me ndimu se ishe quni mirë, ose ndryshe shkon merin polici, paraqitu atje. Po në vesh në arshën makinë, pra asë në shkom që më ardhër, pësa në vërë. A je me makinën tate? Po, makinë teme. Po, ti se ke lejen e drejtimit e këto, po s'ka gjë, hipi makinës, nisu, nëse ndalon e patrullë rrugës, bjeri numrit tim telefon. Okay. Vlla, gjobën administrative, po ta them që tash, nëse ti shkon komisariat, gjobën administrative ke 850.000 lekë, do t'ulen 11 pikë në patente dhe do të bllokohet patenta për 6 muaj. Kështu që zotri me marru punë me, se po bëjmë dhe muhabetën telefon, me marru punë me 500 euro, hajtë merë patentën dhe vazhdo, s'ka ndodha si gjë. Po mos me bët madhe, mos me fol me njerëz se po ta bëj për respekt. Po, kujt mi edhe 500 euro të është ty? Mu vlla, mu ndorë, unë do t'jap dokumentat gjithë. Po cilë dokumenta është, se s'më ke marrë dokumenta ti? Lejen, po vlla, lejen e drejtimit, a është dokumenti jot? Cilës leje drejtimi? Po vlla, dokumentin e makinës, a është e jotja? Cilës makinë, bro? A je djalë, a ndalova t'ja erë me makinën që ishe? Kur, bro, në që veni? Oho, zotri, okej, kalofsh mirë, qa. I qira po nizve nesër kë. Ju të merrni mu lekun të t'ju qira. O vlla, po ky shoku jot që bën linjën, nuk e di nga ku ka ardhur që t'i them. O, sa jeni të shkujtja, keni qi motrën. Prit të marrë pak të. Një sekundë se është të marrë Aleksi. A zio? A je live? Po. Nale po co? Ile më pozvora?
bëni pak like gjithë çuna, veç bëni like, bëni çik like më po. Në qanë telefonat i shinë. Do e kena për natë këtë gjë, vlla. 2 orë në live, në orën 9 deri 11 veç do merrem me këta gallata, do bëjmë si radio, veç do marr me këtë gallata të forta, do fuzim njerëz. Kena me orë, kena me u kënaq. Si kalove, vlla? A më dëgjon? Po. A jeni Tedi? Jo, Kush je? është numri i punës. Nuk është më ke punë aty. Okej. Nga që na falni për orët e vona, po janë duke plotësuar disa dokumente dhe jemi duke punuar intensivisht edhe duhesh me u paraqit për këtë çështje se keni çështjet prapambetura dhe ne ju telefonojmë nga zyra për mbarime sepse ditën e hënë fillojnë gjitha përmbarimit ju shkojnë në për shtëpia çdo lloj personi me marr gjitha sendet materiale deri në vlerën e mundshme sepse ju detyrojeni Ka folë i gjanë që e ka paspasuar si të ka qenë koma. E di vlla të kuptoj, po e di vlla se unë kam pa këtë çështje dhe për këtë arsye po të marr telefon nga zyra se ne punojmë deri në orën 4. Po duke i parë këto çështje dhe i kam çnimet këtu se si ka qenë situata, po telefonoj që keni kohë deri të hënën, nëse keni mundësi po ka qenë koma, më vjen shumë keq. Nëse keni mundësi deri të hënën ta njoftoni djalin se ndryshe ne si zyrë për mbarime do t'i shkojmë te shtëpia dhe do marrim lavatriçe, frigorifer, nuk e di nëse mund të ketë kështu tenxhere, kusia, çka ke do t'ja marrim gjitha sepse duhet me plotësu një këst prej 10 milion lekësh që djali detyrohet bankës. Jo, se ka 10 milion djali se një ti, se është me avokat vetë. Unë kam dokument. Ai po nxjerr vetë me gjyqtarë, Po, unë kam dokumenti këtu para dhe po them nuk e di se çfarë, se më ka thënë që dhe nuk është mirë me kushtet, po ne kene vendosur që të shkojmë te shtëpia dhe kena për t'i marr lavatriçe, frigorifer, nuk e di krevat dopjo, ne jemi të interesuar pak në fakt sepse kena dhe kërkesa, do t'i marrim këto enët e kuzhinës, tika, pirunj, lug, çat ket. Okej. Edhe nëse keni mundësi ta njoftoni deri të hënën, do bëni shumë mirë sepse është për të mirën e atij. Me qenë se që nga dhe hallegji. Po vetëm, thuj që duhet të ruhet shumë për këto, qa janë këto e nguzhine, sepse kjo janë Ka qenë koma dhe ka kërku ma besha, i ka qenë me i rekull të të ne e tim se e njohësim. Po, Ka pasi aksident edhe i ka kërku të kësë dhe t'i paguj vlatë. Se di vlla, unë të mora nga që e lexova se gjë dhe merr dhe shumë keq për zotin. Po pra, i ka dërgu dhe duke nëse ne e dim shumë një a i shqyqër shpetoj, a i si ishka kërku për veqet, vazhde normale, Po, se dhe ne nuk duam të shkojmë të shtëpia se këta të zyrës kanë ardhur kërkesat që nga që është Bajram nesër dhe kanë ardhur kërkesat automatikisht hënën ose të martën i shkojnë çdo personi te shtëpia, kena shku te një shtëpi te një djalë përmet, se këta të zyrave vlla, Ai ka babin avokat. O vlla, e di, po, ta kishte babin avokat së merrte kështu. Kena shku te shtëpia. Vlla, kena shku se këta të zyrave të përmbarimit janë shumë të shi, kena shku përmet të një familje që i detyrohej 6 milionë 800 mijë vjetra. A e di çfarë i kanë bërë? I kanë shku, i kanë marr gomar, lop edhe para gomarit janë këto. Me kontrat nuk kalon e janë. A e ke parasysh, o vlla, po nifet familja marrin certifikatën. A e ke parasysh këto për shembull në përfshatra që japin Po, më dëgjoj pak. Në përfshat, a i ke parasysh që japin për shembull kafshës të pi ujë me një kovë alumini, çfarë është kjo? Po ja kanë marrë dhe kovët e aluminit, vlla, më dëgjon se thon. Okej, në rregull, mund ta njoftoni, kalofshi mirë. Në rregull, vlla, unë mora të bëj detyrën time njerëzore se më erdhi shumë keq. Po, e mirë do Nuk e di vlla, po të marr se më erdhi keq shumë vetëm kujdes. Po, e kuptoj. Edhe ka folë edhe me kreditun edhe ato për nxjerrë një konstruktiv. Kredit, që na ka thënë sa i për ja 2 javë do kthehet në punë. Po. Okej, nuk e di vlla. Gjithsesi të foli vet. Kalofshi mirë.
A, kuptoj. Oke, E në kuzhinë, i ka pirë ujë. Kujtese, me rob shtëpi kë ka qenë vetë, kupton ti, dhimbte byth aty, jo po i ka fol, jo po i zë jap, jo po prit, jo po mos